Në këtë edicion do të ndiqni. Njësia për hetimin e krimeve ekonomike dhe kundër korrupsionit ka arrestuar sot Kamer Shabani, drejtor të qendrës së patentës shoferëve në Gjakov, ekzaminierin Sadri Sutaj dhe Sabër Arifaj, pronari i autoshkollës Kader. Protestojnë bizneset në Kosovë, shkak liberalizimi i tregut të energjisë elektrike. Ende asgjë e re në Kuvendin e Kosovës, dështon edhe seanca e 23. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Njësia për hetimin e krimeve ekonomike dhe kundër korrupsionit ka arrestuar sot Kamer Shabani, drejtor të qendrës së patentës shoferëve në Gjakov, ekzaminierin Sadri Sutaj dhe Sabër Arifaj, pronar i autoshkollës Kader. Krahas Gjakovës, me urdhër të gjykatës, janë zhvilluar kontrolle edhe në Gjilan e Prishtinë. Mëngjesin e sotëm në komunën e Gjakovës janë kryer bastisje nga policia krimeve ekonomike, sektori për hetimet e korrupsionit. Të vësyri merrverës janë arrestuar 3 persona: drejtori i qendrës për patent shofer në Gjakov, Kamer Shabani, ekzaminieri Sadri Sutaj dhe Sabër Arifaj, pronari i autoshkollës Kader në Gjakov. Ndërkaq, 3 të dyshuarit janë duke u intervistuar për veprime të paraligjshme për procesin e pajisjeve me patent shofer. Në këtë qendër më herët kishte pasur edhe arrestime dhe dyshime për manipulime në testet me patent shofer. Kujtojmë se në qendrën e patent shoferëve në Gjakov edhe para disa muajsh janë arrestuar persona të cilët po falsifikonin testet për patent shofer, duke futur pajisje për përgjime. Bastisjet kanë vazhduar edhe gjatë orëve të pasdites. Të vësyri merrverës se ka disa muaj që ndaj këtyre personave janë duke zhvilluar hetime. Policia e Kosovës në një komunikat me shkrim ka bërë të ditur se bastisjet janë zhvilluar krahas Gjakovës edhe në disa lokacione në Prishtinë e Gjilan. Përfaqësues të bizneseve nga gjithë Kosova bllokuan sot hyrjet në kryeqytet në shenjë proteste për liberalizimin e tregut të energjisë, që do të nisë më 1 qershor. Protestuesit në një protestë paqësore pohuan se janë kundër liberalizimit të tregut të energjisë, pasi nuk janë bërë përgatitjet e nevojshme për këtë ndryshim. Ata kërkojnë që ky vendim të shtyhet për 1 vit. Sot në Prishtinë, që nga ora 10 deri në 12, bizneset protestuan për shkak të pakënaqësive në lidhje me procesin e liberalizimit të tregut të energjisë. Me ma une, shumë biznesi u bashkuan thirrjes së odës ekonomike të Kosovës, duke bllokuar hyrjet kryesore në Prishtinë. Gjatë 2 orëve protest nuk pati ndonjë incident. Kryetari i odës ekonomike Lulzim Rafuna ka kërkuar reflektim nga institucionet. Në të kundërt, protesta do të vazhdojnë edhe herëve të tjera. Së bashku kemi organizuar sot një shenjë proteste, një protestë 2 orëshe prej orës 10 deri në ora 12, për me kundërshtu vendimin për me dalë me 1 qershor në tregun e lirë, për shkak se institucionet e vendit, ZRE-ja, po edhe institucionet tjera cilat janë kompetente me pregadit tregun, me pregadit kushtet që me dalë në tregun e lirë, biznesi nuk e kanë pregadit, mirë po bizneset me dhunë po detyrohen me dalë në tregun e lirë, që nga dalja në këtë treg lirë i cili është sot, në këto kushtet të cilat janë sot, bizneset tona do të pësojnë për shkak se do të ketë një rritje të çmimit të energjisë elektrike prej 220 deri në 270% më shumë. Dhe çka do të ndodhë që do të rritet produkti jonë kosovar, do të rritën shërbimet, vlera, çmimi i tyre dhe do të kurrët prodhimi, do të bie prodhimi dhe do të lirohen, reduktohen vendet e punës. Kështu që nuk ka qenë dëshire jona me dalë sot me protestu, jemi detyruar me dalë me protestu dhe kërkesa jonë ndaj institucioneve të vendit është që të reflektojnë në kuptimin pozitiv të gjendet mundësia dhe të shtyhet, se ne vetëm një kërkesë kemi që ta kemi një fazë të tranzicionit për me dalë në tregun e lirë. Ai gjithashtu bëri të ditur se të gjitha bizneset, përfshirë këtu edhe odën ekonomike të Kosovës, odën ekonomike amerikane në Kosovë, Aleancën Kosovare të Biznesit dhe Dhomën e Tregtisë dhe Industrisë, kanë kërkuar që afati për liberalizim të tregut të energjisë të shtyhet për 1 vit. Ne kemi kërkuar që të jetë 1 vit, 1 vit që të përgatitet edhe tregu, të përgatitet edhe biznesi. Çdo vend, çdo shtet që i ka nxjerr biznesin në tregun e lirë kanë pas fazën e tranzicionit.
Mirë po pavarësisht thirrjeve të bizneseve për shtyrje të afatit, ZRE do ta fuqizojë vendimin e saj që nga 1 qershori, ku të gjitha bizneset e mëdha do të dalin nga skema e tarifave të rregulluara dhe do të futen në tregun e lirë. As sot nuk ishte asgjë të re në Kuvendin e Kosovës. Deputetët vazhduan me zakonin e vjetër, duke mos konstituar as sot Kuvendin. Në sallë qëndruan vetëm pak minuta dhe pastaj vazhduan disa prej tyre me prononcime, duke kaluar fajin tek njëri tjetri për ngërçim politik të krijuar. Kuvendi nuk po gjen zgjidhje tash 23 herë me radhë që të konstituohet. As sot koalicioni i lëvizjes vetëvendosje, listës guxo dhe alternativës si koalicioni fitues i zgjedhjeve të fundit nuk arriti që ta formojë komisionin për votim të fshehtë. Duke mos pasur quorum, kryesuesi i Kuvendit Avni Dehari u detyrua të ndërpres seancën për të vazhduar pas 2 ditësh në ora 10:30. Memli Krasniqi nga PTK bëri thirrje që të ketë racionalitet politik në interes të qytetarëve. Vërtet është përkeqardhje që s'ka asnjë reflektim përkundër gatishmërisë së një pjesë të madhe të deputetëve duke përfshi partitë që kanë qenë opozit për të konstituuar Kuvendin me një kandidaturë për kryetar apo kryetare që është e pranueshme për shumicën. Partia Demokratike e Kosovës edhe një herë bën thirrjen e njëjtë që të ketë racionalitet politik, që të vendoset interesi qytetarëve të vendit në rand të parë, në mënyrë që të ecim tutje për të përmbushur obligimet që i kemi para votuesve, por dhe para qytetarëve. Ndërkaq Ramush Haradinaj pati shpresë se do të kishte diçka më ndryshe në seancën e sotme, duke theksuar ndryshimin e kandidatit për kryeparlamentar nga LVV. Ne kemi dhënë zgjidhje, edhe atë realisht e kemi bërë pas një kundërvlerë, pas kem kërkuar asgjë nga vetëvendosje, deri tani kem propozuar 3 emra që mu i votojnë, e dini, është Saranda Bogojevci, Shqipe Selimi, edhe Glau Konjuca. Nëse sot do të kishim njërin nga këta 3 emra, pas një kërkesë, pas një kusht, ne do t'i votojshim. Edhe për këtë edhe erdhem realisht në seancë, me shpresë mos rastisht ka ndryshim. Ndërkaq nga partia fituese e zgjedhjeve të fundit LVV, Armend Muja tha se po shihet tashmë qëllimi i partive opozitare. Pajtohem, qëllimet e PDK-s dhe partive opozitare janë që të bllokohet Kuvendi me qëllim që të parandalohet formimi i qeverisë kurti. Për partitë opozitare, emri Albulena Haxhiut për kryeparlamentare po mbetet i papranueshëm. Nuk kemi quorum, seanca ndërpritet, shihemi me 31 maj në orën 10:30. Banorët e rrugës Kasim Uka kanë shprehur sërish pakënaqësitë e tyre për infrastrukturën në dop në zonën ku banojnë. Ata thonë se në këtë rrugë punimet nuk u përfunduan tërësisht. Të njëjtit kërkojnë që rregullimi i rrugës të jetë në prioritetet e komunës. Rruga Kasim Uka në Gjakov vazhdon të mbetet në gjendje të papërfunduar edhe pas disa vitesh. Banorët e zonës shprehen të shqetësuar për gjendjen e mjerueshme të infrastrukturës rrugore, e cila përbën rrezik të përhershëm për sigurinë e kalimtarëve. Problemi jonë është se kjo rrugë, e cila është shu në qarkullim që 3-4 vite, është shu e papërfunduar. Trotuarët janë problem. Nuk ka trotuare, nuk janë të rregulluara trotuarët. Këta e gravitojnë shumë qytetarë të cilët në mëngjes shkojnë shkukës. Janë të rrezikuar, mandej nuk ka shenja të komunikacionit. Një pronë e cila duhet të ekspropriohet dhe të zhvillohet procedura e ekspropriimit nuk është kryende. Prandaj këto janë shqetësimet tona. Kjo nuk është hera parë që paraqesim, është e 3-4 me radhë dhe ende nuk është ndërmarrë kurrë nga ana e Kuvendit të komunës. Ai thot se megjithse kanë bërë kërkesa zyrtare dhe çështja është diskutuar edhe në Kuvendin komunal, deri tani asgjë nuk është ndërmarrë. Kemi bërë kërkesa edhe në Kuvend është shërtuar kjo ankesë, mirë po kanë thonë se presin fondacione. Mirë po fondet për këtë pjesë nuk nevojiten mjetet e mëdha. Duhet mu përfundu, me qenë se këtu gravitojnë edhe automjetet cilat vinë nga Republika e Shqipërisë, Varëmcurri, Tropoja, për me gjetë shërëm në spitalin Isa Grezda. Për problemin në fjalë kemi kontaktuar edhe zyrën e informimit në Gjakov, por deri në transmetimin e kronikës nuk arritëm të sigurojmë përgjigje zyrtare.
Mbetemi te shqetësimet e komunitetit dhe sjellim një tjetër kronik që lidhet me ta. Dëmtimet në barierat mbrojtëse në rrugën Wesley Clark po shihen si shqetësim për këmbësorët, e posaçërisht gjatë natës. Nga komuna deklarojnë se ajo zonë është pjesë e projektit Gjakov Dolc dhe nuk mund të ndërhyjnë. Një segment afër zonës së banuar në qytet në rrugën Wesley Clark tash një muaj po vlerësohet si pjesë e rrezikshme për kalimtarët për shkak të dëmtimit të barierave mbrojtëse të cilat qëndrojnë të rrëzuara në trotuare duke penguar lëvizjen e lirë të këmbësorëve. Kjo ka ndodhur para afër një muaj ditë, edhe më shumë rrezik, edhe ditën, po sidomos natën. Se edhe ka këmbësor shumë, edhe ka biciklista shumë. Kështu që kol mirë duhet të intervenu sa më shpejta me hekit rrezik. Mes tjerash, Krasniqi tha se kjo situatë duhet të stanohet sa më shpejt nga institucionet përgjegjëse. Vetë komuna ose ata çabati që fshin rrugët, ata duhet bile me lajmëruar ose më kujdes pak më shumë për këto ndodhësi. Ekipi ynë ka kontaktuar edhe me zyren e informimit në komunën në Gjakovës për të siguruar një përgjigje në lidhje me problemin në fjalë. Këta të fundit në një përgjigje me shkrim thanë se segmenti rrugor ku aktualisht ndodhen dëmtimet në barierat mbrojtëse është pjesë e projektit për zgjerimin e rrugës Gjakov Dolc. Sipas tyre, për momentin nuk mund të realizojnë ndërhyrje për riparimin e dëmit, pasi në atë zonë pritet të nisin së shpejti punimet për rekonstruktimin e plot të rrugës. Nxënësit dhe mësimdhënësit e shkollës së Ardhmëria në fshatin Ramoc sot kishin fest. Aktivitetet festive në shënim të përvjetorit të 78 kanë nisur me të vegjlit, të cilët shënuan festën e abetares, për të vazhduar tutje me një program të pasur kulturo-artistik. Në një ditë të mbushur me ngjyra, emocione dhe krenari, shkolla Ardhmëria në fshatin Ramoc hapi dyert për dy ngjarje të veçanta që bashkuan nxënës, prindër dhe komunitetin. Festimet nisën me festën e abetares, një moment i paharrueshëm për nxënësit e klasës së parë. Shkronja me mësuese dashurën të dashëm dhe falenderoj pafund që po e bën këtë punë. Sa herë kam ndodhur edhe në shtëpi duke firur nënën të kam firur ty. Shkolla jon ka përballuar sfida, por gjithmonë ka qëndruar si një shtyllë forte dijes dhe vlerave, u shpreh drejtori i shkollës Lek Hajdari. Kjo ditë është një moment i veçantë për të gjithë, në një ditë që na bashkon për të festuar, për të reflektuar dhe për të shprehur mirënjohje për rrugtimin tonë të përbashkët arsimor. Shkolla jonë është themeluar në vitin 1947 dhe që nga kjo kohë ka qenë një vatër dijes dhe vlera të shëndosha shoqërore përmes dekadave. Ajo ka përballuar sfida të shumta, por gjithmonë ka qëndruar si një shtyllë e fuqishme në komunitetin tonë. Ajo ka arsimuar dhe edukuar gjeneratat e tëra, nxënësit të cilët sot janë pjesë e rëndësishme të shoqërisë tonë në fushat e ndryshme. Më pas, aktivitetet për përvjetorin e 70 të shkollës vazhduan edhe me performanca tjera të nxënësve. I na përgatit shumë, edhe i na gëzu shumë se i na ka ardhur festa. E në cilat pika do të prezantosh? Kam prezantu një vallëzim, një dramë, një imitim, edhe një kar për festën e shkollës. Kjo ditë simbolizon punën, sakrificën dhe suksesin e përbashkët të gjithëve që kontribojnë për të ardhmen e brezave, theksoi drejtoresha e Drejtorisë Komunale të Arsimit Eranda Kumnova Baçi. Jemi mbledhur sot këtu për të festuar një ditë të veçantë, një festë që simbolizon punën, përkushtimin dhe suksesin e përbashkët të një komuniteti që punon çdo ditë për arsim dhe të ardhmen e brezave të rinj. Shkolla është zemra një komuniteti. Ajo nuk është vetëm institucion ku mësohen lëndët e plan programet, por është një hapësirë ku formohen karaktere, ndërtohen ëndra dhe rriten qytetarët e së nesërmes. Është vendi ku fillojnë rrugët e dijes, por edhe të përgjegjësisë, bashkëpunimit dhe respektit. Ky institucion arsimor sot shënoi 78 vjetorin e themelimit, duke synuar që të punojë edhe më shumë në vitet tjera. Artisti i shumë mozaikeve, Alken Pozhegu, ka krijuar edhe një tjetër vepër artistike. Portreti i Mona Lisës u bë vepra tjetër krijuese e Alkentit, të cilën e punoi me shumë përkushtim.
Piktura e Mona Lisës njihet si vepra artistike më e njohur në botë, pikturuar nga Leonardo da Vinci. Këtë pikturë ka sjellur në një variant tjetër artistik të punuar me drithëra artisti mozaikëve Alkend Pozhegu. Dëshira e tij për ta sjellur këtë pikturë në artin që ai kultivon e kishte prej vitesh, tha Pozhegu. Piktura Mona Lisës është një pikturë një ndër më të famshme në botë. Si ide kam pas shumë të hershme, edhe pse është shumë e vështirë t'i parafrohesh. Jam mundu me ato mundësitë e mia nga arti i drithave ta realizoj pikturë më të famshme në botë të Mona Lisës. Unë shpresoj të kam realizuar një punim që jam mundu me ato mundësitë e mia t'i shkrij kokrën me kokrën, t'i parafrona pikturës së Mona Lisës dhe vlerësimin vetë të publikut. Pozhegu tha se synimet e tij janë që këtë pikturë ta bëj në dimensione edhe më të mëdha. Pasi realizova për herë të parë, besoj me ato mundësitë e mia që pata jem parafru deri diku, si dëshmi e kam, nëse do më jepet rasti me shumë kënaqësi do të realizoj diçka më përmasa botënore. Alkend Pozhegu është ndër krijuesit më të njohur në Kosovë, i cili bën mozaike me drithëra dhe disa herë është renditur në librin e rekordeve Guinness. Në punën e tij, krijuese janë përfshirë figura të njohura si Nën Tereza, Rita Ora, Donald Trump e së fundmi dhe Papa Francesco. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Dita e sotme është karakterizuar nga moti vranot e merreshje shiu me temperatura që kanë lëvizur nga 11 deri në 17 gradë Celsius. Për nesër temperaturat do lëvizin nga 9 deri në 21 gradë Celsius, karakterizuar nga mot i vranot e me diell. E shtuna do të karakterizohet nga moti i ngjashëm me temperatura që do të variojnë nga 10 deri në 25 gradë Celsius. Të dielën pritet të mbizotrojë mot me diell me temperatura që do të lëvizin nga 12 deri në 27 gradë Celsius. Moti i ngjashëm pritet të mbizotrojë edhe të hënën me temperatura që do variojnë nga 14 deri në 29 gradë Celsius. Edhe të martën pritet të mbizotrojë mot me diell me temperaturë minimale 15 gradë, ndërsa maksimalja pritet të jetë 31 gradë Celsius. 15 deri në 31 gradë Celsius pritet të jenë temperaturat gjatë së mërkurës, karakterizuar nga mot i ngjashëm. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Njësia për hetimin e krimeve ekonomike dhe kundër korrupsionit ka arrestuar sot Kamer Shabanin, drejtor të qendrës së patentës shoferëve në Gjakov, ekzaminierin Sadri Sutaj dhe Sabër Arifaj, pronari i autoshkollës Kader. Protestojnë bizneset në Kosovë, shkak liberalizimi i tregut të energjisë elektrike. Ende asgjë re në Kuvendin e Kosovës, dështon edhe seanca e 23. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe rrjetet tona sociale. Mirupafshim.